Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me emrin Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Paqja qoftë mbi Imam Husejnin, paqja qoftë mbi Aliu, mbi në Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Husejnit, paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot do të flasim rreth temës Karbelaja, shkollë e durimit. Në ajetin 45 të surës Al-Baqara, Allahu i madhruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Kërkoni ndihmë me durim dhe namaz. Vërtet, kjo është e rëndë përveç për ata që janë të përulur ndaj Allahut. Ky ajet na mëson se besimtari kur përballet me vështirësi, sprova, probleme apo shqetësime, duhet të mbështetet te dy gjëra kryesore, te durimi dhe namazi. Durimi e forcon zemrën që të mos dorëzohet, të mos gjujzohet, ndërsa namazi e lidh njeriu me Allahun dhe i jep qetësi shpirtërore. Pjesa e ajetit, kjo është e rëndë, tregon se ruajtja e durimit dhe namazi nuk është gjithmonë e lehtë. Por për njerëzit që janë të përulur, kanë frikë, respekt dhe lidhje të sinqertë me Allahun, namazi dhe durimi bëhen burim force dhe jo barë. Të dashur vëllezër dhe motra, kur përmendim Karbelan, përmendim një shkollë të madhe shpirtërore, një shkollë ku mësohet besimi, sakrifica, drejtësia, qëndrueshmëria dhe sidomos durimi. Karbelaja është shkollë e durimit, sepse aty pra Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, familja e tij dhe shokët e tij, treguan se durimi nuk është dobësi. Durim nuk do të thotë të pranosh padrejtësinë. Durim do të thotë të qëndrosh në rrugën e Allahut, edhe kur rruga është e vështirë. Në ajetin 153 të surës Bekare, Allahu i madhruar thotë: Ja ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as sabirin. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë për veten nëpërmjet durimit dhe namazit. Në të vërtetë, Allahu është me të duruarit. Në këtë ajet, Allahu fuqiplot nuk thot vetëm se i do durimtarët, por ai thot Allahu është me durimtarët. Të jesh në shoqërinë e ndihmës, mëshirës dhe përkrahjes së Allahut, kjo është grada më e lartë. Çfarë është durimi? Në Islam, durimi quhet sabër.
Durimi, pra sabri, nuk është thjesht të heshtësh. Durimi është të kontrollosh vetëm për hir të Allahut. Dietarët kanë thënë se durimi është në 3 forma. Durim në bindje ndaj Allahut, si namazi, agjerimi, morali i mirë dhe ruajtja e fesë. Durimi ndaj gjunaheve, pra të mos biesh në haram, edhe kur tundimi është i fortë. Durimi në sprova, kur njeriu përballet me dhimbje, humbje, padrejtësi ose vështirësi. Kerbelaja i përmbledh të 3 këto forma të durimit. Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, duroi në bindje ndaj Allahut. Ai nuk pranoi të mbështeste padrejtësinë. Ai duroi ndaj presionit, kërcënimit dhe frikës. Ai duroi në sprovën më të rëndë, humbjen e familjarëve, shokëve dhe jetës së tij në rrugën e së vërtetës. Në ajetin 155, Allahu i madhruar thot: ne do t'ju sprovojmë me diçka prej frikës, urisë, humbjes së pasurisë, jetëve dhe fryteve. Përgëzoi durimtarët. Pastaj, në ajetin 156 të surës Al-Baqara, Allahu na tregon se cilët janë durimtarët. Dhe thot: alladhina idha asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pra, durimtarët janë ata të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë: te Allahut jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Kjo është fjala e besimtarit. Ai nuk e sheh jetën si pronë të tij absolute. Ai e di se çdo gjë është amanet nga Allahu në këtë jetë. Është plotësisht i bindur se kthimi është tek krijuesi i plotfuqishëm. Në Kerbela, durimi u shfaq te Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, i cili pa me sytë e tij dëshmorët nga familja e shokët e tij të binin njëri pas tjetrit. Por ai nuk e humbi besimin te Allahu. Durimi u shfaq te zonja e madhe Zejnep, paqja qoftë mbi të, e cila është simboli i durimit dhe i sakrificës. Pas gjithë tragjedisë, zoja e madhe Zejnep qëndroi pa lëkundur. Pas tragjedisë, ajo mbajti gjallë mesazhin e Kerbelas. Ajo tregoi se durimi nuk përfundon në momentin e sprovës. Ndonjëherë durimi fillon pas provës. Zoja Zejnep, paqja qoftë mbi të, u përball me dhimbje të mëdha, por ajo nuk e humbi besimin. Ajo nuk e humbi dinjitetin. Ajo nuk e humbi lidhjen me Allahun fuqiplot. Ajo duroi. Kur Ibn Ziyadi e pyeti zonjën e madhe Zejnep si e pe veprimin e Allahut ndaj vëllait tënd, ajo ju përgjigj: nuk pash veç se bukuri. Kjo thënie e saj nuk do të thotë se dhimbja nuk ishte e rëndë, por do të thotë se ajo, pra zonja Zejnep, e shihte çdo sakrificë në rrugën e Allahut si pjesë të një qëllimi të madh hynor. Durimi në Kerbela u shfaq te fëmijët dhe gratë e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, të cilët përballuan etjen, robrinë dhe poshtrimet, pa e baraktisur rrugën e së vërtetës. Kur njeriu e sheh sprovën me syrin e besimit, jo vetëm me syrin e dhimbjes, kjo është grada e lartë e durimit. Sigurisht që durimtarët do të kenë shpërblim pa mas. Në ajetin 10 të surës Az-Zumar, Allahu i madhuar thot: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Vërtet, durimtarëve
do t'u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Thënia pa mas në ajet do të thotë se shpërblimi i durimit është aq i madh sa vetëm Allahu e di plotësisht. Një mësim shumë i rëndësishëm nga Kerbelaja është se durimi nuk do të thotë të pajtohesh me padrejtësinë. Ka njerëz që mendojnë se durim do të thotë të mos flasësh, të mos reagosh, të pranosh çdo të keqe, por Kerbelaja na mëson të kundërtën. Imam Huseini paqja qoftë mbi të ishte durimtar, por nuk e pranoi padrejtësinë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: Zotëria i dëshmorëve është Hamzai dhe ai njeri që ngrihet para një udhëheqësi të padrejtë, e urdhëron për të mirë dhe e ndalon nga e keqja dhe ai e vërteton. Ky hadith tregon se fjala e së vërtetës para padrejtësisë është për veprave më të larta. Imam Huseini paqja qoftë mbi të ishte shembull i kësaj fjale. Ai nuk luftoi për ego, ai nuk u ngrit për hakmarrje, ai u ngrit për të mos lejuar që feja të shndrohej në mjet të padrejtësisë. Prandaj, kur themi Kerbelaja është shkollë e durimit, duhet të kuptojmë se është shkollë e durimit aktiv, e durimit me dinjitet, e durimit që mbron të vërtetën. Këtu lind pyetja, çfarë lidhje ka Kerbelaja me jetën tonë sot? Ne ndoshta nuk jemi në Kerbela, por secili prej nesh ka Kerbelan e vet në jetë. Dikush sprovohet me varfëri, dikush me smundje, dikush me padrejtësi, dikush me probleme familjare, dikush me presion për të lënë namazin, moralin ose fen, dikush sprovohet me vetmin, me zhgënjimin, me humbjen e njerëzve të dashur. Kerbelaja na mëson mos e humb Allahun në mes të sprovës. Nëse humb pasuri, por ruan besimin, nuk e humbur gjithçka. Nëse humb rehati, por ruan namazin, nuk je i thyer. Nëse njerëzit të kthejnë shpinën, por Allahu është me ty, ti je i fortë. Asnjë natë nuk zgjat për gjithmonë, asnjë sprovë nuk është jashtë dijes së Allahut. Asnjë lot i sinqert nuk humbet tek Allahu. Nga Kerbelaja mësojmë se besimi nuk matet vetëm në ditë të lehta, por sidomos në ditë e situata të vështira. E vërteta ka çmim, por gënjestra ka pasoja më të rënda. Durimi nuk është frikë, por forcë shpirtërore. Familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali është shembull i durimit, udhëzimit, moralit dhe i sakrificës. Dhe pjesë e kësaj familje të pastër e të nderuar është pra edhe Imam Huseini, paqja qoftë mbi të. Kerbelaja na mëson se fitoria nuk është gjithmonë fitoria me një hershme në tokë. Ndonjëherë fitoria është mesazhi i të vazhdoj për shekuj. Dhe mesazhi i Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të, ende jeton dhe do të vazhdoj deri në fundin e kësaj jete. Kerbelaja na mëson se durim nuk do të thotë të mos ndjesh dhimbje, por të mos lejosh që dhimbja të largojë nga Allahu, nga drejtësia dhe nga parimet e tua. Prandaj, durimi në Kerbela është durimi i njerëzve që humbën gjithçka përveç Allahut dhe pikërisht për këtë fituan gjithçka tek Allahu fuqiplot. Të dashur vëllezër dhe motra, Kerbelaja është shkolla e durimit sepse na mëson të qëndrojmë me Allahun kur gjithçka duket e vështirë. Na mëson të mos e shesim të vërtetën, na mëson të mos e ulim kokën para padrejtësisë,
na mëson se loti për Husejnin duhet të na bëj më të drejtë, më të devotshëm, më të moralshëm dhe më të afërt me Allahun fuqiplot. Durimi në Kerbela nuk ishte dorëzim përpara fatkeqësisë, por ishte qëndrueshmëri, besim dhe besnikëri ndaj Allahut dhe të vërtetës. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, dhe familja e tij u përballën me etjen, humbjen e njerëzve më të dashur dhe me robërinë, por ata nuk u larguan kurrë nga parimet e tyre. Nuk mjafton ta kujtojmë Kerbelan vetëm me fjalë. Duhet ta jetojmë mesazhin e Kerbelas në namaz, në familje, në shkollë, në punë, në sjellje, në drejtësi dhe në durim. Në Kerbela, Imam Husejni nuk mësoi urrejtjen. Ai na mësoi që njeriu i besimit nuk dorëzohet para së keqes. Ai na mësoi se ndonjëherë trupi mund të mposhtet, por e vërteta nuk mposhtet. Në ajetin 200 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar na porosit dhe na thot: Ja ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar, bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri tjetrin të jeni të tillë. Bëhuni të vendosur dhe vigjilent në veprat e mira dhe në ruajtjen e kufive, dhe kijeni frikë Allahun që të shpëtoni. Le të jetë pra Kerbelaja shkolla jonë më e mirë për të pajisur me durimin. Le të jetë Kerbelaja shkolla më e mirë për ne, për të pajisur me qëndrueshmërinë. Prandaj i lutem Allahut të na bëjë prej durimtarëve. O Allahu im, na jep dashuri të sinqertë për profetin Muhammed, për ehli bejtin e tij të pastër. O Allahu im, na mëso të qëndrojmë me të vërtetën dhe të largohemi nga padrejtësia. O Allahu im, na jep durim në sprova, sinqeritet në adhurim dhe përfundim të mirë kur të largohemi nga kjo botë. Paqja qoftë mbi Imam Husejnin, paqja qoftë mbi Aliu, birin e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Imam Husejnit, paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.